Kënaqësia ime, faleminderit për ftesën. Do ta shfrytëzoj kohën tani për të hedhur në disa tema që kanë ndodhur gjatë ditëve të fundit në këtë bisedë, por së pari kemi zgjedhje lokale edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë në të njëjtën ditë. E shikoni dhe gjithmonë kemi bërë këtë krahasimin mes Shqipërisë dhe Kosovës për zgjedhje, po shikoni përsëri dy standarde, megjithëse janë lokale por relativisht të ndryshme këto zgjedhje. Jo vetëm dy standarde, po dy realitetet ndryshme, për arsye se vetë sistemi, pavarësisht se është një kombi ndarë në dy pjesë, është i ndryshëm. Në Kosovë ne shikojmë një demokraci e cila është një demokraci funksionale, një demokraci ku njerëzit ndihen pjesë përbërëse e sistemit dhe luftojnë për të bërë atë gjetjen e përfaqësuesve të tyre më të mirë, si në nivelin qendror ashtu edhe lokal. Në Shqipëri ndodhe kundërta. Zgjedhjet farsë të 11 marsit treguan që populli më tani zgjedhjet nuk i shikon si një mënyrë për ndryshimin e sistemit, për të bërë një rotacion politik, por shikon që shteti është i kapur, institucionet e tija. Dhe duhet themi që në fillim që bërja e këtyre zgjedhjeve lokale, duke tërhequr disa nga kryebashkiakët për t'i vënë në listën e zgjedhësve të përgjithshëm, ishte vetëm një mënyrë që vetë Rama të justifikonte ato zgjedhje të cilat do të ishin jo vetëm të mangëta të 11 majit, po një farë zgjedhore. Prandaj unë mendoj që duke logjikuar thjesht që njerëz si Tërmet Peçi nuk shtonin asnjë vlerë në parlament, përkundrazi, por i duhej një bashki si Tepelena ose një bashki tjetër si Vlora ose Berati, kur ai mendonte që do të kishte një majorancë të caktuar për të bërë në një farë mënyrë certifikimin e zgjedhjeve të farsë të 11 maj. Që këtu del që procesi zgjedhjeve në Shqipëri, zoti Paruca, është një proces i cili lidhet në radhë të parë me papërfundimin e procesit të zgjedhjeve të përgjithshme të 11 majit. Kjo qeveri nuk ka reflektuar në asnjë moment, pa marrë parasysh që edhe ai raporti i OSBE Odirit ka qenë tmerrsisht si asnjëherë tjetër, tepër i reptë, por këtu mungon si përgjegjësia morale e qeverisë, ashtu edhe mënyra se si e koncepton ajo pushtetin. Por çfarë pam në këto zgjedhje, pavarësisht se opozita nuk mori pjesë, me të drejtë për të treguar që procesi 11 majit nuk ka mbaruar, opozita i quan një farsë dhe farsë e tillë ishte, por nga ana tjetër ka përkrahur element të pavarur, të cilët kanë qenë në funksion të ruajtjes të institucionit të zgjedhjeve të lira. Nuk mund të ketë veprime të tilla, të cilat, duke ditur që bashkëveprimi i komunitetit ndërkombëtar, mungesa e vëmendjes tyre për të rritur sensibilizimin, siç është bërë në ndonjë radhë, ka munguar, atëre ky proces është në interes të popullit, të partive politike që të vazhdoj. Kemi parë në Vlorë, e cila një Vlorë që për mendimin